të rritur dhe që mund votojnë, dhe 1/4 e ka sipërmarrës. E kuptove, i dashur Albert, se si është realiteti shumë më i ndryshëm nga propaganda dhe nga ato kënetat e këtij. Ky është yll, ky që ka këtu. Po këneta e atij të mosozotshmit që ka mbetur atje, edhe që lufton thjesht dhe vetëm për veten e tij. Dhe mban peng një forcë të tërë politike që lindi si shpresë dhe sot është një kënet e mbaruar. Dhe kënetat mediatike. Dhe për sa i përket gjuhës, ke të drejtë, gjuha shqipe duhet mbrojtur patjetër, dhe ne po bëjmë shumë punë për gjuhën shqipe, edhe në shkolla, edhe në editi që për shembull gjuha shqipe ishte pothuajse hequr nga programi në të shkuarën dhe ne e fuqizuam duke shtuar orët, duke e futur në një nivel të studimit që nuk ekzistonte më. Kështu që lëri palavra, thot ky tjetri, leni